Punimet për rehabilitimin e kanalit ujitës Peqin-Rogozhin në zonat urbane janë drejt përfundimet. Rreth 198 milion lek PATVSH është investuar nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit në Durrës, nga fondet e Ministrisë së Bujqësisë, për rehabilitimin e kësaj vepre të rëndësishme hidroteknike për ujitjen e tokave bujqësore, për ta sjellë në kushte bashkëkohore dhe për të rikthyer funksionin me kapacitet të plotë. Banorët e Rogozhinës janë shprehur për televizionin Avullon se ky është një investim jetik dhe shumë i rëndësishëm për sektorin e bujqësisë, i cili përmbush edhe kërkesat e vazhdueshme të banorëve të zonës. Sipas tyre, ndërhyrja ka qenë e domosdoshme, pasi zgjidh përfundimisht problemet e ujitjes së tokave bujqësore të fermerëve të Peqinit dhe Rogozhinës, si dhe furnizon me ujë rrjetin dytësor. Gjithashtu, banorët e Rogozhinës kanë pohuar se ky është investimi më i rëndësishëm i kryer në 35 vite, krahasuar me ndërhyrjet e mëparshme, të cilat kanë qenë sipërfaqësore, ndërkohë që punimet për këtë projekt kanë përfshirë pastrimin deri në thellësi, riseksionimin dhe shtrimin me beton në të gjithë gjatësinë e kanalit në qendrat e banuara. Unë jam kartë se investimi e një bastëm, hiku qartë për bastës komplet. A për mirësh, që edhi një liqi, për përdojnë të shmushë kanali qoba male nëmër 1, qoba nëmër 2 që se këpështrim shpi. Është higjiena. Pozitivi është higjiena. Për përmbytje, mendoj që me këtë sellim që po i bëjnë kanalit, nuk ka shanse për përmbytje, se po të shohë është më poshtë, është më i ngushtë. Kjo është më bukur, nuk ka se të shtohë. Sa vite ka pa u investuar? Pa u investuar, atëre që thërim drejt, ka më shumë se 6-7 vite që nuk është futur eskavator në brëndësi për ta pastruar. Dhe një vit e gjysmë të shkuar është për pjesa poshtë këtij pozicioni që është betonuar, po bëjnë punë perfekte. Specialisti i punimeve ka pohuar ndërhyrja në segmentin Peqin-Rogozhin, qendër e banuar për përmirësimin e infrastrukturës së ujitjes, do të ofrojë shërbim cilësor, sasior dhe në kohë për fermerët për ujitjen e kulturave bujqësore, do të zvogëlojë humbjet e ujit dhe do të ndikojë në uljen e kostove të prodhimit. Specialisti i projektit ka theksuar se me përfundimin e këtij investimi, i bën thirrje Bashkisë Rogozhin të ndërmarrë një fushat ndërgjegjësimi për komunitetin dhe vetë pushtetin lokal për ruajtjen e kësaj vepre të rëndësishme të sistemit të ujitjes nga shkarkimat e ujrave të zeza, mbeturinave dhe papastërtive, për mos ta kthyer në kolektor ujrash të zeza dhe vend për hedhjen e mbeturinave urbane. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e kanalit të ujitjes Peqin-Kavaj. Dhe kontakto Drejtoria e Ujitjes dhe Kanalizimit të Kullimit të Durrës. Objekti rehabilitim kanalit kryesor në qendrat e banuara, lidheshet me hekur dhe beton. Vlera e projektit është afërsisht 2 milion euro. Koha e afatit punimeve është rreth 70 ditë dhe do të përfundojnë në afatin e saktuar. Punimet për rehabilitimin e saj në zonën urbane ka filluar në 15 shtator dhe do të përfundojnë 70 ditë pas fillimit të kryerjes së punimeve, ndoshta edhe përpara afateve kohore të përcaktuara në projekt, ka pohuar drejtuesi teknik. Është një investim me impakt pozitiv për banorët e Peqinit dhe të Rogozhinës. I sugjerojmë pushtetit lokal bashkisë që të eliminojë derdhjen e ujrave të zeza, sepse kthehet një kolektor shkarkimi dhe duhet më masa urgjente që të përmirësohet situata.